Çfarë ka Eni Starën? Drums. Hello guys, so we're getting ready. Sepse në më pak se sa orë? 2? 1? Nisemi për Spanjë. Bashk. You shouldn't do that, babe. You shouldn't do that në aeroport. Jeta të bëf mirë. Sa më shumë udhëtime paç. Vetëm me Wizz Air. Gjendja. Jemi këtu në aeroport edhe nuk haja rrova mikrofonat. Nuk lejohet të bësh video atje te pasaporta. Pse ma kështu se dorë thyme, unë dilja. Edhe tani jemi këtu. Do presim hapjen e gatit, unë do dalë pi një cigare jashtë. Edhe kaq. Po ikim? Në Barcelona. Bravo jetë. Po na shohin njerëzit, po për arsye privatësisë po janë nxjerr fytyrat. Mirë se keni ardhur në kanalin tim zyrtar të YouTube-it, ma keni kërkuar shumë këtë, dhe ja ku jam këtu, duke ju plotësuar dëshirën ju, po dhe të vetes time, sepse të jem e famshme është një ëndër e imja ndër vitesh, dhe jam çdo ditë më afër kësaj gjës, kështu që në kushte rrethanore, me mjete rrethanore, do realizojmë vlogun e parë me të ftuarin e parë që besoj se ja u pret mendja që do jeteni, dhe e veçanta është që do xhirojmë në Barcelonë. Ndërkohë që ju jeni duke e parë këtë video nga telefoni apo nga televizori, kjo është pamja jo në mes të Barcelonës, edhe po presim të na bashkohet kjo ura këtu që mund të kalojmë nga ana tjetër. Ne do bëjmë këtë lojën dhe qëllimi është që të bëjmë 4 njësoj, ose drejt, ose horizontalisht, ose vertikalisht, ose kështu diagonale, dhe jeni ka të kuqet, unë kam blut. Pak me mjete rrethanore me këtë selfie stickun, po hajni, you go first. Hapa, ja, sorry, hapa. Ua, pas kam hap akoma. Guys, I won. Guys, shikoni pak blut, ku janë blut? Ku janë? Bravo, Ja. bravo. 1, 2, që shi bie? 1, 2, 3, 4. I won, guys, fair and square. Vendi që jemi tani quhet Barceloneta, është një lagje e Barcelonës, kemi bërë like super foto, edhe duket kështu. Fokusohu pak ti zemër. Bravo. Ka shumë rrugica dhe të gjitha rrugicat janë kështu, ka dalje në det normalisht. Ku i jeni? Zemër. Ne kemi gjithë ditën në lëvizje dhe aktualisht jemi te Arku i Triumfit, që unë e dija në Francë, po jeni tha ka dhe në Francë, mos u mërzit. Kjo është gjendja, këtej po bëjmë palestër njerëzit, pretty cool. Po unë e kam lënë palestrën këto ditë. Edhe do dalim dhe në qendër të qytetit. Pastaj këto janë update-et kryesore. Jeni si po të duket Barcelona deri më tani? Barcelona është Sa nga 10? 9. 9. Pse çasha njëshi që i mungon? Sorry. Night life se kemi pa akoma se ta shoh. Ah, okay. 9 deri më tani, jo 9 në total. Okay, great. Guys, çdo pjesë e qytetit e ka ndonjë organizim dhe për momentin jemi në Katalunja. Shikoni sa bukur. Love this place. Nuk e keni ide. Shikoni pak. Nuk e din qëfse e dini, po këto nuk lejohet shesin këtu, edhe në momentin që vjen policia, ka në tolitarën torë, edhe thjesht e mbledhin për i herë, e kapin kështu, fop, edhe janë gjap packed. Por nuk po ndodhë, sepse policia nuk duket gjykunde dhe shqyqyr se gjynaf, s'ka gjële, mos ndodhi, po është shumë cool dhe do doja shumë ta dëshmoja live. Ne shëtitëm gjithë Barcelonën, edhe jemi në orën 2 këtu për që mund ta qysh të thjesht çlodhje, edhe nuk po ikim në fest sot se nesër kemi një agjendë shumë të zënë, edhe pas gjithë agjendës mu po më zëgjumin kam. Mirëmëngjesi, një tjetër ditë në Barcelonë dhe gjëra të tjera për të bërë dhe sot jemi te kopshti zoologjik.
Kushtet duken të mira, çuditërisht, edhe duket sikur kafshët trajtohen mirë, edhe pse online ishin gjitha komentet që kafshët trajtohen në mënyrë shumë të keqe. Ndërsa këtu jemi me gjithë grupin tim shoqëror. Këtu kemi zebrën. Se këtu kemi pallojn. A do jemi në shqiptarët ndonjëherë kaq cool, sa literalisht po vizatojnë zebrën në një kopsh zoologjik. Çojani këtë video në shoqes tuaj të gjatë. Sa e bukur. Ne pam këtë lloj bukurie në natyrë dhe vendosëm t'i fusim në kafaz, domethënë. Ua sa cool. Të janë fokat miq. Me qoftë se nuk e kuptuat. E mbyllim këtë rrugtim te kopshi zoologjik të Luanët, te mbreti i kafshëve normalisht. Edhe keni shumë video të tjera në TikTok dhe Instagram, kështu që më bëni follow dhe aty. Kjo është gjendja pas 2 orë ecje, 15.000 hapa në kopshtin zoologjik. Tu jemi në Sagrada Familia dhe është një ndër ndërtesat më të famshme të Spanjës, të Barcelonës, edhe ka jashtëzakonisht shumë njerëz. Ktu ka muzikë, këtu është një park. Eni më humbi. Nuk e di sa si kote i gjetëm, po gjetëm këtë vendin këtu që është tip stadiumi dhe lart ka kafe restorant dhe këtu është pamja e Barcelonës. Unë arrit të dalloj vetëm atë ndërtesën e lartë atje që ishte Sagrada Familia dhe këtu është e gjithë Barcelona në pëllëm të dorës. Për natë të fundit jemi te një ndër klubet më të famshme, Opium quhet, ishte 15 euro bileta edhe Wish Us Luck. Hold me close till I get up. Time is barely Jam këtu me Enin, përshëndetje Eni. Përshëndetje. Bëm shaka se nuk do jetë kaq formale, ne kemi ardhur që këtë bisedë të parë me ju ta bëjmë te një vend në Spanjë që është për mëngjes dhe për brunch. E pam në TikTok, është shumë i famshëm në TikTok. Edhe duke ngrënë këtu do bisedoj me ju në lidhje me historikun ton, rrjetet sociale, çfarë jemi ne të dy. Tani pyetja e parë që kam unë për Enin dhe që e keni gjithë ju për ne është si filloi TikToku yt, si filloi të ishe viral edhe të njiheshe nga popullsia e gjerë. Unë nisa me video me sound, video pa lidhje, që çuditërisht nuk e di pse videot po shkonin virale. Virale thënë atë kohë se virale i quja me 1000 followers. Thash, me që po ecën, thash të po e vazhdoj. Ja ku jemi sot, një vit më pas, TikTokerat më të famshëm sot për sot. Ne duke përësit të gjithë menun në anglisht edhe duke mbyll me një gratje, por lëngu portokalli, so cool. Ene, qa po bën ti në Spanjë aktualisht? Qa do këtu? Aktualisht. Shiko, se unë bëj studimet në Spanjë, kam semestrin tim në Spanjë, të bëj të mirë kafeçka, dhe duke qenë se këto 5 muaj jam këtu, do t'i marr të gjithë qytetet në radhë. Një qytet me ty, një qytet me tjetër, një qytet vetëm. Edhe zgjodha qytetet, një qytet me mu, një qytet. Po nëse zgjodha qytetin më të bukur të Spanjës, se zgjodha ta vizitoj me ty, kështu që. Sara Bilelli. A është arsyeja e mbylljes së TikTokut fakti që ti po kalon në YouTube? Jo, unë YouTube-in e kisha menduar dhe kur TikToku ishte gjë i hapur, por më vjen një propozim nga një kompani shumë e mirënjohur, edhe më erdhi një propozim për kontratë për kanalin e YouTube-it. Dhe tash, wait a minute, tash çka kanë tjerët më shumë se unë, pse tjerët ta hapen një kanal YouTube dhe unë jo? Kur unë kam një jetë kaq aktive dhe episodin e parë po e bëj në Barcelonë. Ja, gracias. Duket sa e pashëndetshme dhe e shëndetshme. Ka marrë një tomate. Pyetja, qa e ke Enin, qa e ka Sara Enin, qa e ka Eni Sarën. Do i kthesh përgjigje ti? Unë marrëdhënien time me Enin e mbaj mend që kur unë kam qenë 6 vjeç dhe Eni ka qenë 4. Pra kur unë kam qenë 2 vjeç që Eni ka lindur, as 2 vjeç që, 1 vit e pak.
Edhe një ditë vjen mami në shtëpi edhe thot do mblidhemi te gjyshja. Një ndër ditët e para që unë vaj mend prezantimin me Enin. Edhe rrinim të gjithë bashkë atje, mami, dajat, kalamajt. Dhe dy kalamajt që shkonin më shumë me njëri tjetrën nga e gjithë pjesa tjetër e familjes ishim unë dhe Eni, sepse mami im dhe babi Enit janë motër e vëlla. Pra unë dhe Eni jemi kushërinj të dashurish, nuk jemi as shok, as nuk e di, ka pas pa fund hipoteza dhe ishte pretty obvious si ne jemi kushërinj. Domethënë kam thënë, ishte sepse nëse se shikoje detajet, postin që ti ke bën 9 vjeçare atë shkrimin për mua që është goca hallës time. Që se shikon faktin që ne nuk kemi put kurr, që një putje do ta postoshim në TikTok. Në periudhën e My Gangsta Lifestyle, nuk e si çdesha, hodha një foto provokuese me Sarën, po Sara ishte me jo, dukesh që ishte me kurriz, po thjesht dukesh që ishte ti se ishte për ditëlindjen time. Dhe që nga aty kur hodha në Instagram në story, jam bërë 1000 screenshote nga accountet të ndryshme dhe njerëzit hulumtuan deri në vitin 2025 dhe do vazhdonin të hulumtonin qofse ne nuk do kishim thënë këtë video, por që e lam ta lëm me një dekadë që nga 2015 deri në 2025 dhe më në fund të keni marrë vesh lajmin zyrtar oficial. Ish kishim njëri tjetrin aty në çdo fazë të jetës. That's it. Edhe prandaj u bë marrëdhënia kaq e ngushtë. Bëjmë një review, një notë të shpejt, çfarë që po ham. Unë mora një avokado me tos, paska karot, pomodorini dhe berberi, se s'po boronica. Dhe një hota pak vaj, kri, piper. Avokado është shumë e mirë, tosti është okay, veza është okay, kështu që do jap një 8 nga 10. Sorry. E imja ka domate, vezë, salca, mish pule, në thënë është sanduiç pule, edhe është sanduiç shtëpia. Është okay, I've had better. Dhe kështu i erdhi fundi i episodit të parë në kanalin tim të YouTube. Faleminderit që na ndoqët edhe më lini në Instagram sugjerime se çfarë doni të shikoni më tepër me të ftuarit e radhës. Mos harroni të bëni subscribe dhe shihemi javën tjetër. Mallkuar qoftë kush ka shpikur vënesat e fluturimit.